Hygerta Sako u shpall më pak e preferuara nga publiku në spektaklin e së hënës në Big Brother VIP, një rezultat që e surprizoi dukshëm Ishmisin. Reagimi i saj në momentin e shpalljes tërhoqi vëmendje, ndërsa pas Prime ajo është parë më e mërzitur dhe e menduar. Në një bisedë me e shkurtë e Haxhiun, Hygerta shprehu hapur zhgënjimin dhe dilemat e saj për vazhdimin në këtë format. Më pak e preferuara, unë thjesht po marr kohë, po nxjerr gjeth. Tani do ta mendoj. Nëse jam më pak e preferuar, çka i duhem këtij formati? Të rri larg fëmijës tim? U shpreh ajo, duke treguar se ky rezultat e ka prekur emocionalisht. Ajo shtoi se ndonjëherë duket sikur publiku vlerëson sjelljet e tepruara në vend të atyre të drejta e të qeta. Për t'ju mbushur mendjen këtyre që t'jesh karagjoz është më me vlerë se t'jesh njëri i drejtë e pozitiv. Jo, nuk e dua, tha Hygerta, duke nënkuptuar se nuk është gati të ndryshojë karakterin e saj për hir të lojës. Nga fjalët e saj, duket se konkurrentja po kalon një moment reflektimi të thellë dhe nuk përjashton mundësinë e largimit, duke qenë se, siç thot, drejtësia dhe korrektësia e saj nuk po shpërblehen nga publiku. Për momentin, mbetet për t'u parë nëse Hygerta do të vazhdojë lojën apo do të marrë një vendim drastik për rrugtimin e saj në Big Brother VIP.